Rilindja është një detyrim që ne kemi për ta studiuar, për ta nderuar dhe për ta kuptuar më shumë. Pasi bëhet në një mënyrë simbolike, por nuk arrin dot të shkojnë më thellësisht për të kuptuar çfarë thesari kemi ne, çfarë trashëgimie të jashtëzakonshme kemi ne dhe çfarë mund të mësojmë. Por e para që të mund ta mësojmë këtë gjë, duhet të vemi ta njohim dhe nuk e njeh dot kur e lexon në një libër shkollor. Ti e njeh duke shkuar atje në Frashër, e që të shkosh në Frashër duhet një rrugë. Kemi detyrimin të nderojmë dhe kuptojmë dhe njohim rilindjen tonë duke i bërë rrugën Frashërit. Mbasi të bëhet rruga siç duhet, që të shkojnë të gjithë, atje është një zonë e rrallë, është një gjë e jashtëzakonshme, atje është thesari i shqiptarisë. Ajo duhet kthyer në një zonë të vizitueshme, ajo duhet kthyer në zonën e pasurisë më të madhe shpirtërore shqiptare. Ne kemi nevojë për rilindastit. Ne duhet të kthejmë syt prej tyre, së pari duke bërë rrugën dhe pastaj duke shkuar atje